2 persona të së njëjtës familje kanë mbetur të plagosur si pasojë e një aksidenti rrugor. Ngjarja e rënd u shënua këtë diel në aksin Shkodër-Hani Hotit në fshatin Shtoj Ri. Automjeti i prenault me targa AA 658 MK, në të cilin ndodheshin 2 anëtarët e familjes Orteku, doli nga rruga e me pasur për plas me murin e një biznesi aty pranë. Si pasojë mbetën të plagosur 2 persona që ishin në makinë, ku shtetasi G. Orteku ndodhet në gjendje të rëndë. Ata u dërguan menjëherë në spitalin e Shkodrës me 2 autoambulanca. Sipas të lënave paraprake të policisë, bëhet e ditur se shoferi Zef Orteku kishte qenë me shpejtësi të normave të lejuara kur përpara tij është shfaqur një person me motorciklet, i cili ka prerë rrugën teksa po hynte në rrugën dytësore të fshatit. Shoferi i makinës, për të shmangur përplasin me motorcikletën, ka devijuar duke humbur kontrollin e makinës. Në vendin e ngjarjes mbërritën forcat e policisë, të cilat nisen menjëherë hetimet lidhur me rrethanat e ngjarjes. Megjithatë, grupi hetimor po punon deri në zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje, ndërsa ka nisur puna për identifikimin e personit që ka qenë me motorciklet, i cili ka prerë rrugën makinës në atë moment.